Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në transmetimin e drejt për drejt nga salla e Sezari Sorojit në Prizren. Kjo ndeshja paksa më ndryshe, tashmë jemi pjesë e ligës unike, gjira e 4 kjo, e cila pret dy ekipe, Bashkimin dhe Beslidhjen. Kujtojmë edhe një herë, kjo ndeshja është pjesë e gjirës e 4 të Euroligës. Takimi I parë I cili ishte ndodhur në girën e parë, kishte fituar ekipi nga Shqipëria, Beslidhja me rezultat të ngushtë, 77-81. Tashmë e njëjtja ngjarje ndodh në qytetin e Prizrenit. Dhe të lëmë me këto pamje të nderuar shikues, shohim edhe formacionin e plotë të ekipit të Bashkimit, Altin Morina, Fisja Shari, Mark Smith, Dirk Williams, Valen Bunjako, Eric Cox, Besim Bytyqi, Wendell Green, dy të tjerë të cilët janë Denis Koqe, Samir Zekiqe dhe Meriton Ismaili. Dhe ko kjo është e pasja, por presim informacionin e plot të Beslidhjes, Brian Berna, Marvin Prodani, Joshua Enger, Gilbert Weeks, I cili nuk do të luajë për shkak të rendimit, në fakt është në pikë pyetje sipas trajnerit të ekipit të Beslidhjes, Vincent Grashdani, Xander Bowles, Gjersidon Hajdari, Leon Alimani, Noel Heba, Eldi Hysa dhe Enes Biljali. Lojtari I cili definitivisht do të jetë në ekipin e Beslidhjes është kapiteni I ekipit Julian Hamadi. Altin Molina, Mark Smith, Eric Cops, Wendell Green Jr. dhe Samir Zekiqi, pasja parë e ekipit të Bashkimit, edhe tek Bashkimi mungesë lojtari më të mirë, I cili ka lënduar dorën. Marvin Prodani,
Filber Weeks do të fillojnë ndeshjen. Bowles, Eldi Hysa dhe i fundit vitet Garrick. Ja shohim edhe një herë McInnes, qendra në ekipit të Bashkimit për shkak të lëndimit që pësojnë në ndeshjen e fundit tek Threpqa do të jetë jashtë lojës, jo vetëm në këtë lojë, por armja e tij duket e dyshimtë. 3 minuta para fillimit të kësaj ndeshje të ndryshë shkuar. Shohim edhe gjyqtarët e këtij takimit nga Shqipëria, Gilbert Hoxha, Ani Baliu i ndihmuar nga gjyqtari nga Kosova, Xhelal Momini. Dëgjomi pas pak. Shumë të ndërruar shikues tashmë zbarkuar lojtarët e të dy ekipeve që s'ka do të filloj me hedhjen e topit nga gjyqtari kryesor Gilbert Hoxha. Kujtojmë edhe një herë, kjo ndeshje është pjesë e ligës unike. Gjyra e katërt, në ndeshjen e parë Bashkimi ishte mposhtur në Shqipëri me rezultat të ngushtë 87-81. Posedimi i parë i topit shkon për vendasit Zekiqi për 3, tentimi i tij i parë, airball, nuk prek asgjë. Lehtësisht rrjetën, por nuk ka pikë në këtë aksion të parë. Zekiqi. Bowles, një nga lojtarë kyç në ekipin e Beslidhjes, depërtimi është i mirë dhe mes e dy lojtarëve. Shënanda do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Personale e parë, më duket që ishte Altin Morinës.
Ta shojmë edhe njerë, në pa me të nga dalësua, jo, dora e zgjatur aty nga Max Smith, si duket ka bërë foul. Bowers shënon edhe në gjujtjen shtesë, 3-0. Wendell Green Jr. Eric Copes, I cili pa dyshim do të ketë një minutazh të shtuar në këtë takim, për shkak të mungesës nga McInnes. Green Jr. Pa opsione, shtyn topin për Altin Morinën, I cili gjuan për 3, tentimi I dytë, dhe kësaj radhe, nën presion, Altin Morina, me një treshe, me plot guxim, 3-3. Marvin Prodoni, kapiten e ekipit, në mungesë të kapitenit I cili është I linduar, Julian Hamadi, një tjetër tentim kësaj radhe pa pinga, Filbert Weeks, I cili ishte dyshim, Wendell Green Jr. ndale me foul. Atë kemi 2 të lira, apo? Të shojmë edhe një. Ishte në proces të 2 hapshit, Marvin Prodoni. Ja shojmë edhe një herë treshën e Altin Morinës nga një kënd tjetër. Green Jr. ka kanë të shfrytëzoj bllokun nga Copes, Zekiqi, shërbim në pjesë të lirë për Copes, I cili gjuan nuk shënon. Prodoni më I vëmendshëm, me hapa të shpejt, kalon gjysmën e fushës, Green, tenton të ndalë. Carrick, Marcelius Carrick, driblimi është I vazhdueshëm, Gjuan, nuk shënon. Altin Morina, shtyn topin për Weldon, Green Jr. Morina ka shënuar një treshe kësaj radhe me një 2 hapsh, zgjat topin për Max Smith, për sëri Morina, në 2 hapsh me tabel, ka bërë hapat. Altin Morina bën hapat. Ta shojmë edhe një herë. Nga një kënd tjetër, topi 2 I humbur nga Bashkimi në këto 2 minuta e 5 sekonda lojë. E bukur kjo dëprimi nga Prodoni, ndale me foul, nuk ka pikë. Marvin Prodoni lirohet nga Wendell Green Jr. për ta sjellur vetën në vijën e gjujtëve të lira. Shënon të parën. I saktë edhe në gjujtën dytë. Pass me tërë, Wendell Green. Max Smith për Altin Morinën në kërkim të treshës së 2 dhe shënon. Altin Morina 6-5. 2-2 jashtë perimetrit për Altin Morinën. Të gjitha pikët nga ai. Tjetër loj në pjesë të lyrë. Është I sakt Filbert Weeks. Pak para se të filloj kjo ndeshje në diskutim me kryetarënerin e ekipit të Bestlidhjes. I pyetur se a ka lëndime në ekip. Weeks ishte një pikpyetje. Si duket gjithçka në rregull me të. Green Jr. për 3. I sakt është 2 shef vetëm. Ka shkelur vijën. Konfirmohet kjo edhe nga gjyqtari Gilbert Hoxha. 8-7 e përsia minimale e ekipit të Bashkimit. Hysa. Fall nga Altin Morina. Ja, shojmë ngrit dorën Altin Morina. Personale ati e parë. 3 personale tek ekipi Bashkimit, lidhja ka bërë vetëm një. Eldi Hysa, pick and roll, Bowles, nga pjesë të lyrë, zgjat topit. Prodoni, përsëri, gjuajtja për 3, nuk hyn kjo, kapitove përsëri nga Hysa, I cili përmison gjithçka. Nuk mbylli siç duhet lojtarët e Bashkimit dhe ndëshkohen me këtë dyshe nga Eldi Hysa, I cili bën pikë të para.
Weeks me personalin e parë, Filbert Weeks, një ndër lojtarët kryesor tek ekipi Beslidia. Kujtojmë edhe një herë Beslidia, një ekip jashtëzakonisht interesant. Ka bërë promovimin në elitën e basketbollit të shqiptar vetëm 2 vite më parë. Altin Morina gjuan për 3 kësaj radhe, nuk shënon. Kaotike kjo lojë e tashme. Ka faul apo Altin Morina apo jo? Po, lojtari më numër 1, Altin Morina me personalin e dytë. Vonohet paksa vendimi gjyqtarëve. Ishte në lëvizje të vazhdueshme. Altin Morina nuk arrin me kohë të vendoset me 2 këmbë. E kjo sjell në vijën e gjyqeve të lira. Marcelius Carrick shënon të parë, pika ti e parë, ka një kërcim dhe një asistim. 18-10, ja shëmë edhe bankën e ekipit Beslidia, dhe kapitenin e ekipit i cili është i veshur me roba civile, Julian Hamati, për shkak të lëndimit nuk do të jetë pjesë e kësaj ndeshje, ndërkohë që shohim Carrick shënon të dyjat për të sjellur epërsim prej 3 pikësh, 8-19. Max Smith kërkon largimin e Carrick Jr. Të dyja 1-1. Shtym për Carrick Jr. Altin Morina i pambuluar, Gjuan nuk shënon. E të shohim, ishte prekur topi nga njëri prej lojtarëve të Beslidies, sipas Xhelal Muminit. Katëmbëdhjetë sekonda të reja për bashkimin. Green Junior, pasimi gabuar, përfiton aty Eldi Hysa, duke qenë i vëmendshëm. Ky gabon, e fala top. Green Junior arrin të menaxhon në situatën dhe topin. Zekici, asistimi për Altin Morinën, i vëmendshëm, duke kërkuar lojtarin e lirë kësaj radhe Gjen Mitrovicin. Samir Zekicin, i cili bën pikë të para. Dhe 10-19. E të shohim, kemi ndrim lojtarësh. Banka e bashkimit në krye me Darko Radulovic dhe bëjnë ndrim në pozicionin e playmakerit. Inkuadrorin e lojë për herë të parë. Valon Bunjaku në vend të Altin Morinës, ky për shkak të 2 personaleve duhet të kërcëhet. Prodani për Weeks. Gjuajtje për 3 dhe ka pik nga Marcelius Carrick, i cili bën pikën e 5 të tij. 10-14. Bunjaku për Zekici. Valon Bunjaku. Green Junior për 3, Junior shënon mbi duart e Marvin Prodanit për 13-14, vetëm një e përsi për ekipin e Beslidies. Ja, shohim edhe nga një kënd nga cepi, nga anash, vështirë mbi duart e Prodanit, edhe në anën tjetër kjo është treshja e aksionit të fundit të Beslidies nga Carrick, të disponuar të 2 ekipe me shumë pikë në këto 5 minuta e sa lojë, dhe Zekici do të djenë me një top të vjedhur dhe sjell në e përsi për herë të parë në këtë takim ekipin e bashkimit. Zekici me 4 pikë, një top të vjedhur dhe një asistim. 15-14, Weeks Gjuan është i shkurt. Dhe ka ndrim në ekipin e Beslidies. A kemi time-out? Jo, vetëm ndrim lojtarësh. Prodani largohet si dhe Eldi Hysa. Në lojë inkuadrohet lojtar me numër 6, Vincent Grajdani. Dhe lojtari me numër 2 është ai Joshua Engel. Williams për 3, nuk shënon. Pasimi para. Pikë e leta për Beslidia, një kundërshtim i shpejt brenda 5 sekondave. Ja shohim Williams Jr. sa po inkuadrohet në lojë për ekipin e bashkimit. Rikthehet përsia minimale për Beslidia. Valon Bunjaku
Zekici shënon një treshe, Gjuan nuk shënon kësaj radhe. Eric Copes nuk arrin të kapa top. Mbyllet koridori mirë aty me lojtarët e Beslidhjes. Bowes, gjysmë distanci pa mbuluar, është i sakt. Xander Bowes me pikën e tij të pesë, shënon një treshe, në anën tjetër Williams Gjuan për 3 dhe shënon. Dirk Williams për 18-18. Asgjë nuk e ndan këto dy ekipe, padyshim. Të dy ekipe i takojnë elitës së basketbollit të vendeve të Shqipërisë dhe të Kosovës, ndonë se e ka mërzit i ndaj këto vende, por i quajmë si rajon. Green Junior, divizje bukur ajo, por nuk arrin të kompletoj aksioni. Faron Bunjako me crossover, do të shkoj vetë në fund, pasimi për Copes, i cili nuk arrin të kap topin. Copes, për në gjithçka, luft, falon Bunjako, lëshon me tabel, nuk shënon, dhe topi vjen në duart e Joshua Engel. Në anën tjetër, Bowes përsëri me kundërsojnë mbrojtja mirë nga Samir Zekici. Nuk ka asgjë. Lojtari Beslidhjes shikon drejt Gjemal Xhelal Momini, i cili nuk akordon asgjë dhe në anën tjetër ka pikë për ekipin e Bashkimit. Prizrenasit përsëri në epërsi, 20-18. Është nxehur paksa. Age, pasimi është i mirë në atë pjesë të lirë për bloku nga Copes. Mohan pikët për Beslidhjen dhe Grashdani ndalet në moment të fundit nga Eric Copes. Bunjako, Zekici, Eric Copes do shkoj me ngolitje, jo, vetëm një dy hap shilet në shumë i topit për 22 me 18. Fazë mirë kjo e ekipit të Bashkimit në këto 1 minutë e disa sekonda loj. Garrick për Grashdanin, ka faul ndaj tij, do të shkoj në vijën e gjytjeve të lira. Vincent Grashdani, ja dhe njerë në depërtim, dalet me faul nga Dirk Williams. Ja shëm edhe blokun e Eric Copes që ndalë qendrën e Beslidhjes, që kjo si rjedhoj sjellë pikën e 22 për Bashkimin. 1 minutë e 29 sekonda deri në fund. Grashdani 2 të lira për të hyrë në listën e koshashënuesve, nuk shënon të parën. Shohim edhe instruksionet e Darko Radulovic drejt Dirk Williams Jr. Grashdani i saktë në tendimin e dytë. 22-19, tashme edhe Meriton Ismaili është inkuaduar në lojë. Në vend të Green Jr. Max Smith në rolin e playmakerit, Ismaili, Williams për një tjetër treshe, nuk shënon Eric Copes atje, përqafon ato, më gjithë topin jashtë, 14 sekonda të reja, Meriton Ismaili, ka bën hapat. Bën hapat. Donë se, mjaft situatë delikate ajo, por gjyqtar me të drejt, ja shojmë edhe një. Situata e Meriton Ismailit, bëhet fjalë për milisekonda, por mjaftoi që të bindet gjyqtari Gilbert Hoxha, që ishte situatë e pa rregull. Bernard, çon mbrojtjen e Bashkimit, hyn deri në fund, nuk shënon. Jo, është i sakt. Brian Bernards, Williams, Bunjako për 3, Mak Gjuan, nuk shënon. Përsëri, mundësia re për ekipin e Beslidhjes dhe Age me kontakt. Menqër, lëvizja e tij. Rikthehet e përsia për ekipin e Beslidhjes. 22-23, 24 sekonda deri në fund të çerekut të parë. Max Smith, nxjerr topin jashtë. Williams bllokohet, por kapet dobi përsëri nga Max Smith. Eric Copes dalë me faul. Do të ketë 2 të lira. Carrick me personalin e parë. Apo jo, kjo është vetëm faulli i tretë në këto 9 minuta 45 sekonda nga Beslidhja. Për këtë arsye topi shkon në anash. Eric Copes, Smith, Bunjako për Copes, Max Smith, do të shkoj vetë. Jo, Williams, Meriton Ismaili,
dorë të but, nuk shënon, papetovi nga Copes. Jo, pikët nuk do të pranohen, në fakt nuk shënohet asgjë. 22-23. Është rezultati pas 10 minutave lojë të ndërruar shikues këtu në SZ Shuroj, një ndeshje jashtëzakonisht e mirë, intensitet të lartë nga të dy ekipet. Do t'ju lëmë, besoj, me pamjet edhe momentet më të mira të çerekut të parë, ndërkohë që ne do të rikthehemi në transmetim për pak. Dhe kemi shikues të nderuar për çerekun e dytë. Postimi topi i shkon bashkimit. Max Smith nga këndi, pasimi shkon për Copes, kënd tjetër, sa i gjendshëm. Harry Copes në pikën e parë në çerekun e dytë, hapur atje për Age, i cili me rolling tenton të krijojë hapësinë, nuk bëhet gjuajtje për 3, është shkurt ajo, nuk hyn dhe topi takon musafirëve. Ja, shohim edhe një herë kryetarënin e ekipit të Beslidhjes. Afrim Bilali. Age, Gjuan, gjysë distancë, nuk shënon Copes. Për Valon Bunjaku, për e tepron me shpejtësi. Pa vëmendshëm, një tjetër top i humbur, i treti. Carrick. Bernard. Grashdanin. Grashdani me rolling, nuk ka pik. Valon Bunjaku lufton, por jo mjaftueshëm. Përsëri. Tentimi i tretë për Beslidhjen në këtë aksion të fundit. Bernard kërkon korridorin për të hyrë dhe jashtëzakonshëm më i shkurtë në parket, por e bën të duket si një punë e lehtë në mes të Meriton Ismaili dhe Max Smith. Gjen hapësirën e mjaftueshme për të kompletuar aksionin me 2 pikë, do të ketë edhe një të lirë. Ja shohim 4 pikë për të 2 kërcime, 1 asistim. Shënon edhe në gjuajtjen shtesë. Bunjaku, Ismaili, Williams. Kësera në të përtim, Bunjaku, nxjerr topin jashtë. Max Smith, mbrojtje agresive nga Beslidhja. Dhe kësajra dhe shpëtojnë vendasit, pasi që Carrick bën foul.
tjetër dobi humbur. Carrick shkon deri në formë me tabelë, është i saktë dhe kësaj radhe. 5 pikë të fundit nga Beslidhja, shënuar nga ky lojtar Marcelius Carrick. Ja shohim edhe një herë, e lën të shtangur aty Williams, i cili vonohet. Carrick me kontakt edhe pas shënimit, shikimi i tij drejtuar drejt gjyqtarëve në kërkim të një faullit. 24-28, time-out i kërkuar nga kryetari i ekipit të Bashkimit, Sasha Jankovic. Ja, shohim Xander Bowles, një prej dy lojtarëve me kontribut 5 pikësh për vllaznimin. Bernard dhe Bowles, 4 pikë përsi për Beslidhjen. Një fillim më i mirë në çerekun e dytë, një tjetër pasim i gabuar nga Max Smith. Përfiton aty playmaker H. Carrick, pasimi për Grashdani me fint, blokohet për herë të dytë nga Henry Copes. Max Smith kërkon blokun. Green Jr. për 3 shkurt. Në momente se kur e lëshoi ato ishte e qartë që nuk do të hija ajo. Tjetër blok, kësaj radhe Copes është i vonshëm, piket pranohen. Copes i vetmi lojtar i cili bën mbrojtje në radhët e ekipit të Bashkimit. Ja, shohim edhe një herë blokun nga Henry Copes, i dyti në këtë takim të dyja ndaj Vincent Grasdanit. 30-24, kjo është tepërsia më e lartë e ekipit të Beslidhjes në këtë takim. Altin Morina për Max Smith, Wendell Green Jr. Max Smith, lojë statike Bashkimit, quan për trave Green Jr. Shënën e shpëton situatën me një treshë më mirë nuk ka mund të jetë. Carrick, Bowles, Merolling, Zekici. O jo, ka bërë hapat lojtari i Beslidhjes, Xander Bowers me hapa. Ja, mundësia për t'u afruar edhe më tej në rezultat. Green Jr. Zekici për Altin Morinën. Pasimi është i vështirë për Max Smith, i cili nuk arrin të kompleton atë pasim. Dhe është Max Smith i cili ngarkohet me personale. Është personale ati e dytë. Dhe ko shohim edhe një treshën e Wendell Green, i cili pas qëndimit si zakonisht është mishruar me këtë vend tonin, e bën shqiponjen. Bernard Hysa për Weeks, nuk ka pik, por përmirësohet për herë të dytë nga Weeks. 27-32. Smith, Green Jr. i pambulluar, shfrytëzon mundësin, quan për nuk shënën. Një tjetër mundësi për Musaferët, blok nga Max Smith. Gjithçka është në rregull brenda
vjeve të fushës, Altin Morina në dyshim se çka të bëjmë atë top, arrin të mban posedimin e topit dhe Green Junior ndalen me faul. Ja, shohim edhe në fokus kryetrajnerin Sasha Jankovic. Bën ndrim Williams inkuadror në lojë në vend të Max Smith. Në kohë shohim blokun në fakt. Po ishte bloku nga Green, i cili e devion atë top. 27-32. Topi shkon anash, 14 sekonda për bashkimin, 6 minuta 4 sekonda dhe në fund të çerrekut të dytë. Zekici, Green Junior, Copes me blok, Samir Zekici për Green, Altin Morina ka shmuar një treshe nga 3 tentime, një të sakt, nuk shkon kësaj radhe. Age, shtin topin para, është i fuqishëm ai top. Nuk do të arritet Filbert Weeks. Williams për Eric Copes, Zekici. Williams, Zekici. Green Junior, Eric Copes, Samir Zekici. Jo, kapet topin nga Williams, shtyn topin për Altin Morinën, i cili nuk gutet. Eric Copes në atë pjesë të lyer, ka bërë hapat. Weeks, Prodani, Hysa. Weeks në atë pjesë. Lufta e gjigantëve dhe Eric Copes bën faul. Personalja e parë e Eric Copes, kjo është lajm i mirë për ekipin e Bashkimit. Nuk kanë zëvendësim adekuat për pozicionin e Eric Copes, në saksisht të qendrës. Kemi 2 të lira për Filbert Weeks, i cili nuk shënon të parën. Shënon të dytën, pika e pas për Weeks. Green Junior për Williams. Dirk Williams. Kundër Prodonit për sëri Williams për Samir Zekici. Williams. Zekici. Wendell Green Junior. Altin Morina lëshon topin. Nuk ka pik, nuk ka prekur rrethën ai top. Një tjetër mbrojtje mirë nga Beslidhja. 4 minuta 37 sekonda. Çerreku i dytë 10-5 për ekipin e Beslidhjes. Hysa le me këm nga Copes. 14 sekonda të reja. H për 3, Gjuan, jo nuk shënon. Kapi topi nga Williams, vertikale ati mbreslëndse. Wendell Green Junior, Williams Junior nga këndi meriton Ismaili. Mungesë vetbesimi, pasimi është i mirë. Williams, Green Junior, H pranti, mbrojtja shumë afër. Williams po një tjetër treshe dhe shënon. Williams pika ti e 6, tresha e dytë. Ka 5 tentime, 2 të sakta afron rezultatin, 30-32. Marvin Prodani, kësë radhe, Bashkimi aplikon mbrojtje të mirë, përsëri duelin dhe me Weeks, por Williams bën top të vjedhur. Ismaili për Williams Junior, qetson lojën, dikton tempon, përballë ka Prodani. Pasimi për Wendell Green, meriton Ismaili, herën e por ka bërë hapat kësë radhe dhe për tonë, por nuk shënon.
H dhe kundër sulm, Weeks pret dhe nxjerr faul. Manshur ishte i vetëdijshëm që pati dy lojtar rreth vetit. H me asistim të bukur, ja, për të momentin gjit në njëri për lojtarëve dhe është Williams Jr. që bën faul. Por para se që të ekzekutohen dy të lira, do të shkojmë në një minutë pushim, e kjo kërkuar nga kryetaneri i ekipit të Beslidhjes, Afrim Bilalli. Flet theksohet që Beslidhja është ekipi më i mirë aktual në Shqipëri, zë vendin e parë me asnjë humbje, 15 ndeshje, 15 fitore. Një ekip i cili ka histori të gjatë, por me sukses modest, ndonë se është themeluar në vitin 1930, suksesin më të madh e arriti këtë vit të kaluar, në fakt ishte promovuar në elitën e basketbollit shqiptar pas 30 viteve në edicionin 2020, 22, 23, ku shkoi në finale të play-offit dhe ndërkohë që në edicionin e kaluar për herë të parë në historitë e klubit është bërë kampion shqiptar. Ja shohim dhe kjo falë kryetrajnerit 45 vjeçar Afrim Bilalli. 30 me 34. 3 minuta, 10 sekonda. Williams. Wendell Green Jr. Williams. Green. Samir Zekici ka dalë jashtë perimetrit. Me hap të hezitueshëm meriton Ismaili gjuan për treshë dhe shënon në moment të fundit. Nuk është era parë që treshja vjen për ta shpejtuar situatën në radhët e bashkimit, 33 me 34. Ismaili me treshën e parë pas 3 tentimeve. Një pasim i vështirë për Weeks, i cili bën pranimin e topit dhe bën pik. Donë se tentoj në maksimum, Samir Zekici nuk arrin të përballoj duelin me Weeks. Wendell Green. Pasimi për Zekicin, pick and roll funksionon. Zekici me lëvizje për të krijuar hapësirën. Ndonë se dy lojtarët e Beslidhjes ishin dedikuar për të ndalur depërtimin e Wendell Green, ky i fundit me mençuri. Shtyn topin. Prodani gatohet ma top. Ka bërë top të dyfisht. Me pak vonesë përsëri vendimi i gjyqtarëve, donë se plotësisht i drejtë. 1 minutë e 53. Ky top i humbur është i 6 për ekipin e Beslidhjes, ndonë se bashkimi ka 9 topa të humbur në këto themi 18 minuta e gjysmëlojë. Foul ndaj Wendell Green, i cili përsëri gjen hapësirën. Dhe këtë 2 të lira kësaj radhe. Eldi Hysa i cili bën foul, faulli i tij i dytë. Është Alimani Bernard dhe Carrick që do të inkuadrohen në lojë. Largon H Prodani dhe Eldi Syla. Ndërkohë shohim Wendell Green, lojtarin më efikas dhe më produktiv, pa dyshim më të mirë për momentin tek ekipi bashkimit, me 10 pikë të shënuara, ka 2 kërcime, 5 asistime, mundësi për ta
shtuar kontributin, nuk shënon të parën. I qetë në gjuajtjen e dytë. Wendell Green 19 pik për të barazuar rezultatin. 1 minutë 37 sekunda. 36. Bernard për Carrick. Deportimi është i pjesëshëm. Carrick për 3 është i sakt. Marcelius Carrick për 36-39. Carrick me 12 pik të shënuara. 4-3. Ismaili nxjerr topin jashtë, Valen Bunjaku i pambuluar, hyn atjes, e topi rrëmbyer nga Carrick, do të ketë pikë të reja apo jo? Topi me një rrjedhë të çuditshme, nuk ka pikë. Zekici shtyn ato për Wendell Green. Williams ka shënuar një treshe, nuk shënon aty, por është meriton Ismaili që përmirëson gjuajtjen e Dirk Williams. Në anën tjetër, mbrojtja jo ekzistuese. Bashkimi të ndërshkuar me këto 2 pikë nga Marcelius Carrick, i cili bën në 14 pikë, 35 sekunda. 3 përsi, kërkojnë ndjes. Green, meriton Ismaili. Ismaili me Eurostep, and 1, pikët pranohet. Ja, edhe njerë. Dërgon me një ëndë qendrën Weeks, e më pas falli vjen nga Xander Bowers. Bowers, i cili bën fallin e tij të dytë personal. Alimani largohet nga loja. Në fakt kemi time out, 1 minutë pushim, të ndëruar shikues, kthehemi pas pak duke i shikuar këto pamje të çerekut të dytë. Ndeshja për plasja e cila mbetet e hapur, e balancuar dhe e barabartë në të gjitha aspektet. Nuk shënon në gjuajtjen në shtesë meriton Ismaili, rezultati mbetet 40-41. Dhe pothuajse tërë koha mbetur i takon ekipit të Bestlidhjes. Foul. Dhe piket pranohen. Combs me blok për topi ka prekur tabelën dhe thehet rregulla dhe rrjedha e topit që do të ta shohim edhe një herë. Ja, depërtimi nga Bowers, i cili e lëshon top me tabel. Ndërhyrja është nga Eric Combs, e vëndshme, piket pranohen dhe do të kemi edhe një gjuajtje të lirë për lojtarën e Bestlidhjes. Ndërkohë që shohim Xhelal Momini duke shpjeguar Sasha Jankovic arsyen se çka ka ndodhur. Nga një kënd tjetër, edhe një herë kishte prekur tabelën, një tjetër vendim i drejtë i gjyqtarëve.
Bohus me 7 pik, Gjuana dhe gjojtjen shtesë të cilën në shënon 40-44, Wendell Green Jr. Kalon gjysmën e fushës, ngatohet me top, anin të bën kontrollin, Gjuan nuk shënon. Edhe, do të kemi kohë, topi lëshuar i cili nuk hyn. 40-44, 4 pike përsi për ekipin e Bestlidhjes pas 20 minutave lojë të ndëruar shikues. Do shputim nga ky transmetim për 15 minuta, rikthehemi pas pak.